Përshëndetje. Sonte në emisionin Personazhe në Fokus, kemi zgjedhur një personazh që të njohë nga afër ata njerëz që japin kontributet e tyre në shoqëri. Rrugtimi dhe vizioni që po formojmë sot nga njerëzit e rinj. Kjo është një ide e mirë për të rinjt në qytetin e Lushnjës. Sonte do të flasim për një angazhim rinor, politikan, drejtues apo nxënës apo student i drejtësisë, përmes historisë së tij në aktivitetet të ndryshme partijake apo aktivitete rinore. I ftuar ynë është Dashnor Veizaj, antar i Rinisë Socialiste prej vitesh, student i drejtësisë, arbitër sportiv dhe së fundi i zgjedhur kryetari i Këshillit Kombëtar të Rinisë. Një bisedë bardhëzi me pasion për punën dhe sfidat që ai realizon çdo ditë me veten, por dhe me qytetarin, por dhe me rinin dhe si pjesë angazhimit politik. Dasho, faleminderit që ju jeni sot pjesë emisionit Personazhe në Fokus, pasi Lushnja gjithkohës kemi pas ato aktivitetet që gjithmonë rinin e kemi nxjerrur në një sfond për t'i dhënë atë njohjen apo atë ritmi që vetë rinia i jep në qytetin e Lushnjës, jo vetëm nga ana politike, por dhe vetë thjesht si rini në këtë qytet. Çimi, faleminderit, shumë faleminderit për ftesën. Në fakt, mirëseardhjen dhe duhet të ta uroj unë ty, sepse këtu jemi në mjedisin e të gjithë rinjve lushnjar, në bibliotekën e qytetit, që është një nga mjediset i cili u kërkua kaq shumë nga të rinjtë e qytetit tonë dhe fal punës falodhur të gjitha instancave, arritëm që ta merrnim këtë investim nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe nga nisma të rinjtë për të rinjtë dhe kemi këtë mjedis të mrekullueshëm ku do po zhvillojmë këtë intervistë bashkë sot. Faleminderit Dasho, por unë do të thosha për mos të lëndur pak ty atë pjesën e heshtjes dhe për të njohur të gjithë ata që kanë dëshirën ta njohin se kush është Dasho, përveç se vetëm qyteti i Lushnjës apo skena politike që të ka njohur dikur pak më parë, apo thjesht dhe emisione televizive pasi ju keni qenë i ftuar për të dhënë pak atë biografinë e vetvetes. Kush është Dasho? Dasho mbis gjithash është një njeri i cili beson tek puna dhe tek përgjegjësia, është një djalë i lindur në Greqi, i ardhur në Shqipëri që në 40 ditët e para të jetës së tij dhe i arsimuar këtu, i shkolluar këtu dhe një person i cili dëshiron që të çojë përpara virtytet e kontributit për të ndërtuar një shoqëri më të mirë, për të shërbyer në komunitetit dhe për të thënë që rrugtimi im në angazhime ka nisur që në bankat e shkollës, ku gjatë gjithë kohës kam qenë senator klase, president shkolle, përfaqësues i të rinjve të qytetit dhe vazhdon dhe sot i zgjedhur kryetari i Këshillit Kombëtar të Rinisë, institucion i cili shërben pranë Ministrisë Përgjegjëse për Rinin, pra konkretisht Ministrinë e Turizmit, Sportit dhe Kulturës, për të vazhduar me çdo angazhim tjetër i cili ka të bëjë me nxitjen e përfshirjes së zërit të rinjve në vendimarrje. Dasho, të falenderoj edhe një herë që biseda jonë sonte do jetë sa më e lirshme, ti je një tip pak social në kuptimin e mirë të bisedave që futesh shpesh, del shpesh me ato idetë e tuaja, por vizioni jot do sonte ti do flasë për diçka që ti ndjen, për diçka që ti je, për çka ti japësh kësaj rinie në drejtimin që ju keni marrë. Fillojmë bisedën tonë pa humbur kohë, se edhe vetë shikuesit janë skeptik për të shikuar kush është ky Dasho dhe çfarë na sjell Dasho sonte në këtë emision Personazhe në Fokus. Kush është Dasho Veizi për te role publike, si ta përshkruajmë atë rrugtimin tënd? Si? Po pak a shumë është ajo që thash. Është një rrugtim i cili mendoj se duhet jetë pjesë e çdo të riu dhe siç e kam thënë shpesh dhe siç dua që të vazhdoj ta theksoj, e gjithë gjëja ka nisur nga fakti që janë disa vendime që merren, që kanë lidhje me të rinj, që kanë lidhje me përmirësimin e jetës komunitet. Por në të vërtetë, a duhet jemi ne ata që angazhohemi për ta bërë përfshirjen e vetes tonë më të mirë, apo ne duhet thjesht qëndrojmë si spektatorë dhe të shikojmë vendimet se si merren për ne. Dhe kështu lindi ideja, pse duhet të shikoj dhe mos të jem aty dhe të kontribuoj realisht për gjën. Shpeshherë keni qenë i angazhuar edhe në nisma politike në Partinë Socialiste. Pra ca kohësh ju thjesht ajo pjesa jote ishte një pjesë e një kontributi të dhënur në mënyrë drejt për drejt me rinin
pasi shpesh dhe televizionet apo rrjetet sociale të ngacmuan pak të dashon që dasho ishte drejt për drejt. Ta thash pak më parë, i drejt për drejt e pak social. E kishit çik shqetësim atë nëse njerëzit të gjykonin nëpërmjet rrjeteve sociale. Shiko, siç edhe e the, dhe siç edhe e thash, çdo hap ka qenë një përpjekje shumë e rëndësishme për të kontribuar për të rinjt. Dhe pjesa e asaj çka ju thash që mediat kanë ngacmuar për atë, siç e the Dasho është një i drejt për drejt i cili i thot mendimet e tija siç i ka dhe i shpreh bindjet e tij me zë të lartë, sepse kjo është gjëja që i mungon të rinjve sot, guximi për të shprehur bindjet e tyre me zë të lartë. Dhe Ande të që Dasho e përfaqësojnë mirë rinin në qytetin e Lushnjës? Po mendoj që po, patjetër. Mendoj që po, patjetër, duke qenë se unë kam që nga klasa e 6, domethënë, llogaritë mosha 12 vjeçare që jap kontributin tim për të rinjtë e Lushnjës, jam zgjedhur që në klasën e 8 përfaqësues i qytetit të Lushnjës i shkollave nëntëvjeçare në Parlamentin e Nxënësve, kam qenë antar i Këshillit Vendor Rinor qytetit të Lushnjës dhe së fundmi antar dhe pak ditë më vonë i zgjedhur kryetari i Këshillit Kombëtar të Rinisë, domethënë shkallët i kanë. Kjo do të thotë që ju keni bërë një përzgjedhje totale të gjithë nismës që ju keni shpallur me rinin e qytetit të Lushnjës. Shkallët i kam ngjitur një nga një dhe mendoj se është një model i mirë. Tani normalisht ne nuk përfaqësojmë dot të gjithë, jo nga mos dëshira jon, por nga mos dëshira e tyre që thonë që jo shikoj se unë s'do të përfaqësohem me këtë. Është okay, por e rëndësishme është fakti që të ndihesh mirë me veten dhe me faktin që ti po e bën mirë atë gjën që je duke bërë. Pra, dhe unë mendoj se jam përpjekur dhe po përpiqem çdo ditë më shumë për të përfaqësuar sa më mirë zërin e të rinjve lushnjar, por tani kam dhënë një detyrë shumë më të madhe se sa përfaqësimi i të rinjve lushnjar, përfaqësimi i zërit të rinjve të gjithë Shqipërisë dhe jo vetëm. A ka mbështetje institucionale Dasho apo mbështetje politike në këtë nisëm? Si e mendon? Shiko, për mbështetje politike në kuptimin e në nismë dhe drejtimi që ju e keni pas, sepse ju e keni nisur atë pjesë ideje me pjesën e rinisë socialiste dhe normale ju e keni qenë pjesë dhe mbështetje institucionale sot në këtë ku jemi ne tani normal vetët. Shiko, çimi unë ta thash që bindjet e mia i shpreh dhe fakti që jam angazhuar tek Partia Socialiste është vetë fakti që aty e kam gjetur veten time dhe ata ma kanë dhënë mundësinë që t'i përfaqësoj bindjet e mia. Por përsa i përket pjesës përfaqësimit të zërit të rinjve në pjesën e vendimarrjes etj, kjo gjëja pastaj vjen si pasojë e nismave që instanca të tjera kanë marrë. Ngritja e Këshillit Kombëtar të Rinisë nuk është një institucion që është krijuar sot, është një institucion që ka 4 vite që funksionon, pra ka 2 legjislatura, e para 2 dhe ne jemi e treta që nisim. Këshillat vendor rinor po ashtu. Çfarë të shtypi të jesh pjesë e politikës në këshillat rinore? Partia Socialiste, çfarë të shtypi? Çfarë kishe atë idenë tënde si Dasho? Shiko, një ide specifike është fakti që duhet që të shkosh diku për ta përfaqësuar zërin e të rinjve në aspektin politik. A dëgjon zëri të rinjve brenda Partisë Socialiste? Po patjetër që po. Patjetër që po. Ne kemi format tona rinore, kemi asamblet tona rinore, kemi kuvendet tona rinore, të cilat i zhvillojmë. Dhe mendoj se pjesa e funksionimit të strukturave të rinisë në Partinë Socialiste ka ecur goxha shumë dhe ne ndjekim një model shumë të mirë për të arritur këtë gjë. Ku e zgjedh modelin Dasho? Në aspektin politik. Patjetër. Në aspektin politik e kam thënë shpesh që unë jam shumë mirënjohës çdo politikan i cili kontribon për Shqipërinë dhe për mua çdo politikan që kontribon për Shqipërinë është një model i mirë që duhet ndjekur. Për të ngacmuar pak dhe të pjesa e balancës politike sapo ju përmendet, a mendoj që balanca politike në mendjes rinisë dhe atyre që janë mbi ty apo drejtues politik, jo vetëm në qytetin e Lushnjës, po edhe në vendimet qeveria shqiptare, kjo mbështetje e rinisë është specifike apo thjesht është një ide e hedhur dhe ju të rinjit çuin tër pas asaj ide që shpall drejtuesi i një partie pa angazhuar emrin e Partisë Socialiste. Ta marrim në kompleks. Në përgjithësi të dyja partive. Shiko, për rinin miratojmë buzete specifike, normalisht. Nëse e ke për pjesën totale të gjësë, për pjesën të mendimit, të ideet, të zhvillimet, aktivitetet, sepse normale rinia merret me këtë. Patjetër që po. Normalisht që qeveria shqiptare garanton nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Rinisë fonde për
për zhvillimin e të rinjve, për ngritjen e grupeve informale, siç dhe kohët e fundit është miratuar dhe vendimi për startupet, për hedhjen e një fondi miliona eurosh për startupet, kështu që kjo jep mundësi të rinjve që ta tregojnë gjithë potencialin e tyre. A shkojnë këto miliona euro atje ku duhet vërtet? Po patjetër që po ja ku jemi, siç ta thash, ja ku jemi sot në bibliotekën e qytetit e marr menismën të rinj për të rinj. Domethënë, ajo u propozua, projekti u bë nga bashkia, u lobua shumë dhe nga ne Këshilli Vendor Rinor, dhe sot kemi bibliotekën e cili është marrë nga një fond i Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Kështu që mendoj se është shembulli dhe për më tepër, të rinjtë e Lushnjës do të kenë një nga qendrat më të mira inovative për shumë pak. Në prill me shumë mundësi ne do të kemi inaugurimin, domethënë çështja mund të jetë prill ose maj. Ne do të kemi inaugurimin e Youth Tech, i cili po zhvillohet vetëm 2 kate më poshtë nesh. Kështu që rinjtë e Lushnjës do të kenë një mundësi që jo shumë të rinj e kanë në Republikën e Shqipërisë, pasi Lushnja është, në mos gaboj, një ndër 2-3 bashkitë e vetme që ka Youth Tech pas Tiranës dhe Durrësit, në mos gaboj, nuk e di shumë mirë për Durrësin, por mund të jetë 2 pas Tiranës. Domethënë, kjo është që po vjen në Lushnjë. Fal mbështetjes të vazhdueshme që ka Agjencia Kombëtare e Rinisë për të rinjtë e Lushnjës, që ka Bashkia e Lushnjës vetë për të rinjtë e Lushnjës, dhe që kanë të gjithë deputetët që lobojnë për të rinjtë e Lushnjës, por që kemi edhe ne vetë të rinj që jemi kaq shumë të angazhuar që arrim të marrim të investim. Sapo të kaloj të ka pyetja tjetër, unë kisha një diçka ndërmjetësme brenda. Si shikon rinin lushnjare? Shumë aktive, nëse do ta krahasoja me gjithë të rinjtë e tjerë në Shqipëri, për të mos ngelur qefi asnjëri, domethënë, por shikoj një mungesë interesi, domethënë me ndryshimin e brezave ka edhe mungesë interesi, do të thosha unë, por që kjo është gjëja për cilën ne po punojmë, si përfaqësues i Lushnjës, njëherë i të rinjve të Lushnjës, unë ndjej shumë detyrë që ta rizgjoj edhe një herë dëshirën e të rinjve për të angazhuar në aktivitete qoftë politike në pjesë tjetër, por jo politike është shumë e rëndësishme, sepse më e rëndësishme njëherë është ne të kemi të gjithë të rinjtë të angazhuar, pastaj pjesët e tjera vinë më mbrapa, por është shumë e rëndësishme që të gjithë të rinjtë të angazhohen dhe të japin kontributin e tyre sa do i vogël qoftë ai. Si shikoni drejtuesit e Rinisë Socialiste këtu në Lushnjë? Freshë që ju thoni. Po ka angazhime? Po patjetër që ka angazhime. Tani jam mbyllur fushatën, kështu që do thotë pjesa e Rinisë është pjesa e fushatës apo jo? Po shiko, rinia është sa ndikon rinia socialiste te fushata? Po pa diskutim që shumë, ti e di që Freshi është një nga strukturat më ta them thonë diçka, pjesë e patronazhimit është dhe pjesa e Jo, tani mos i ngatrojmë këto gjëra çfarë. Po ne nuk kemi punë me patronazhimin. Po çfarë detyre ka Freshi? Disa futesh në fushat, disa futesh në fushat, dhe bën politik, bën njohje, bën eksperiencën, jep idetë, e takon njerëz, çfarë i pije kësaj? Po shpjegoj. Takimi i njerëzve është pjesa e shpërndarjes së informacionit. Pra, forumi ka për detyrë që të shpërndaj informacionin në tërësi, pra nëpërmjet mënyrave siç janë. Ti nuk e shpërndan, të lutem. Pyetja ime është drejt për drejt ashtu. Të lutem, a ka mënyrë patronazhimi i Partia Socialiste të rinj, sepse ti nuk bën punën e partisë të djathtë. Ti bën punën e një partie socialiste dhe je antar e kësaj partie, je i Freshit, gjithë struktura jote përfshihet në këto zgjedhje. Dhe a bën ti punën e patronazhimit? Kaq, më shpjego. Përfshirja e të rinjve të Forumit Rinor Socialist konsiston vetëm në pjesën e ditës që zhvillojnë aktiviteteve, përgatitjes për këto aktivitete, shpërndarjen e informacionit, siç të thash, qofshin ato fletushkat që shpërndahen, kjo është detyra e rinisë. Kjo është detyra që ne kemi. Pjesë e angazhimit politik. Kjo është angazhim politik. Rinia që është socialiste. Pyete çfarë bën forumi tani, nuk do të them se çfarë bën çdo individ personalisht, por këtë nuk marr përgjegjësi unë, siç nuk marr përgjegjësi njeriu se çfarë bëj unë personalisht. Okej, kjo është e përgjigjja e mora. Për të kaluar tek ajo pjesa tjetër, përveç balancimit politik, si student i drejtësisë, çfarë synon në pjesën profesionale tënde në të ardhmen? Kjo është çështje prioritetesh. Lutem ktheu nga kamera, sepse gjithmonë përgjigjet më japësh për drejt operatorit, prandaj kemi edhe operatorin përballë. Është qytetarët, ata që ndjekin emisionin, ata që do të ndjekin ty, të shikojnë kush është dashur. Po, e kuptojnë ata që mund të shikojnë ty në sy për çështje respekti, domethënë. Dhe do të thosha që synoj që jemi profesionistë së drejtës,
normalisht pa diskutim kjo gjë dhe t'jap kontributin tim si profesionistit të drejtës në vendimarrjet politike e tjera. Do thënë kjo është unë studioj me shumë pasion drejtësinë, me jashtëzakonisht shumë pasion, sepse nëse nuk do ta kisha pasionin, nuk do ta kisha zgjedhur, se siç të thash jam një person që i ndjek pasionet e mia dhe mendoj se është ajo që Shqipëria ka nevojë më shumë profesionistë që njohin ligjin që të angazhohen politik. Përse të kaluat ku te pjesa që si ti je student e drejtësisë, sa mendon se ligji dhe drejtësia ndikojnë realisht në politikë në Shqipëri? Ligji duhet të jetë baza e çdo vendimarrje politike në vendin tonë dhe për të thënë që nga viti 2016 dhe me zhvillimin e reformës në drejtësi, mendoj që Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara, duke filluar që tek procesi i kualifikimit të gjyqtarëve, prokurorëve, duke vazhduar më pas me reformën totale në drejtësi, me ndryshimet e kodit penal së fundmi, domethënë që ne përpiqemi të kemi një përqasje sa më europiane. Mendoj se Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara, normalisht që ku ka mirë ka edhe më mirë, siç them dhe unë shpesh që kemi akoma shumë për të bërë, por nuk mund të themi që nuk kemi bërë, ne kemi bërë goxha hapa përpara në aspektin e zbatimit së drejtës. Më vjen mirë që ti je student i drejtësisë dhe flet për drejtësinë, më vjen mirë që të rinjët sot kapin ato degë që dëshirojnë dhe të jenë pjesë e drejtësisë jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por edhe në politikë. Por para se të kalojmë të pyetja tjetër, unë të bëj një pyetje nëse do isha pak domethënëse me ty. Si shikon vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me vendimin e zëvendësisë kryeministës Belinda Vallukut, me që ju jeni edhe pjesë e politikës? Një përgjigje unë këtë përgjigje e dua si student e drejtësisë, jo si pjesë e politikës. Po, përgjigje nuk i dhan ata që dolën 4-4, unë nuk jam gjyqtar kushtetues që t'jap përgjigje kësaj pyetje. Okej, ka ishte përgjigje. Ke qenë aktiv dhe si arbitër në ndeshje sportive. Çfarë kam mësuar arbitrazhi në vendimet si drejtues ose si student e drejtësisë? A ka të bëj arbitrimi dashos në fushat e sportit aty ku është topi i futbollit? Shiko, kjo pyetje është shumë e bukur në fakt, sepse unë them shpesh që arbitrimi ka ndikuar tek unë jashtëzakonisht shumë për mirë. Dhe kjo është nga ato gjërat që unë bëj me shumë pasion. Me thënë, siç e ke përfruar nga gjithë intervista, çdo gjë që e bëj me shumë pasion, domethënë. Por dëshirat tuaja të pafundash. Po normalisht dhe arbitrimi është diçka që të mëson të rritesh me disiplinë dhe të rritesh me panshmëri. Domethënë, sepse ti duhet marrësh vendime që janë fragment sekundi dhe ndoshta vendimet e tua do t'i pëlqejnë gjithëve. Nuk do t'i pëlqejnë gjithëve. Këtë gjë ne shohim në një jetë që vendimet që ti merr ndoshta nuk i pëlqejnë të gjithëve, por të rrit shumë në kuptimin e asaj çka ti bën dhe ta bësh atë gjën duke u bazuar tek kriteret, tek rregullat, sepse ne për marrë një vendim e marrim në bazë të disa kritereve dhe ne kemi parasysh që në atë momente duhet t'i mendojmë të gjitha kriteret dhe a na përshtaten me situatën konkrete, nëse jo, vazhdo lojën, nëse po je faull. Dhe kjo është a ka të bëjë faull që ti bën në pjesën e sportit me faullin e politikës? Shiko, arbitrimi kur ti i bie ribilit? Unë nuk bëj faull, unë jap faull, por që t'japja faull në pjesën e politikës do duhet isha gjyqtar ose prokuror. Si prapë kaloj pjesën prapë. Shumë shpejt i kalon këto pyetjet pak të çuditshme, ti i kalon paf me të hedhur si puna saj, e kalon atë pjesën me një shumë. Po tani tash do të jesh drejt për drejt në pjesën sepse je pjesë e politikës dhe normale drejt për drejt. Jo, drejt për drejt je për çështën sepse ti je në politikë, do të jesh në aspektin e politikës. Je pjesë e politikës dhe do të flasësh edhe në pjesën e politikës. Pavarësisht se ti anashkalon. Kjo është drejta jote dhe unë nuk kam të drejtë. Mund të përgjigja, e di se si do ishte. Si do të ishte gabim? E di se do ishte që ta anashkaloj, thashë shiko, kaloj çike pyetje tjetër ose të rria kështu domethënë, duke parë në kamerë duke shikuar ska gjë spjegator me tjetër. Gjithsesi, si ndihet dashua? Mendimi jot që është shmang është, mendimi jot dashua, të lutem, si ndihet dashua në moment që në arbitron, tifozët ngrihen dhe fillojnë shajnë o vendojnë dashur si ndihet kur del. Ky është sport i lindur shpejt, por tani. Se i ndodh vetëm dashus kjo gjëja. Tha që vendimet tona nuk i pëlqejnë gjithëve. Kështu që nga ndonjëherë ata që i pëlqejnë ngrihen dhe shajnë. Është si ndihet dashur pra. Dashur vazhdon punën e tij, në momentin që mua loja shkon mirë, vazhdoi punën time shumë okay.
Është shumë e bukur kjo përgjigje jote, më pëlqen këto mënyrat skeptike që ti i jep dhe domethënës dhe larg dhe afër. Kjo është shumë e bukur nga ana jote. A ka ndikuar përvoja si arbitër në mënyrë se si e sheh konfliktin dhe zgjedhjen ti tënde në politikë? Shiko, ndryshe nga arbitrimi, politika nuk ka nevojë për zgjidhje të shpejta. Domethënë, mendoj unë, sepse në arbitrim duhet të japim një zgjidhje të shpejtë situatës, kemi një kohë shumë të shkurtër duhet ta marrim mendimin, ndërsa politika duhet të mendoj pak më gjatë gjërat. A mendon që politika në Shqipëri mendon gjërat më gjatë? Po, mendoj që po. Mendoj që po. Tani ti do thuash tek pjesa e miratimit të gjërave, shiko, kjo gjë po ndodh edhe për faktin se ne jemi drejt një rrugë siç është integrimi në Bashkimin Evropian dhe duhet të jemi sa më të shpejtë që të jemi në kohë. Nuk do të them për të ndjekur atë trenin siç është bërë kjo klishe që ne duhet të ndjekim trenin për Bashkimin Evropian, por vendimet duhet merren shpejt dhe saktë, për faktin sepse legjislacioni duhet parafërsohet dhe ne po e marrim gati nga BE-ja, vetëm që kemi është thjesht ta ratifikojmë me legjislacionin ton. Kjo është gjëja. Para se të kalojmë te një pyetje që është shumë domethënëse edhe për ju që jeni zgjedhur kohët e fundit, a ka projekte dashur vetë ty për t'i dhënë një kontribut akoma më të madh kësaj rinie? Si e shikon këtë? Po pra, në rritjen si të moshës dhe me rritjen profesionale, ta thash, president shkolle, përfaqësues i jo vetëm në pozicionin personal. Ja pra më dëgjoj. Kjo është gjëja, domethënë duke u rritur personalisht, ti rritesh dhe profesionalisht, por dhe rritesh në mënyrën se si i jep kontributin të rinjve. Pra domethënë duke ngjitur shkallët 1 nga 1, jo vetëm unë, por çdo i ri duhet ta bëjë këtë gjë, duhet përpiqet të njësi shkallët 1 nga 1, sepse sa më shpejt ngjitesh lart, aq më e keqe është kur bie pastaj sepse e ke shumë vështirë për të ringjitur prapë. Por kjo është gjë, duke u rritur profesionalisht sa më shumë, aq më i madh është kontributi që ti jep për të rinjt. Së fundmi, je zgjedhur kryetari i Këshillit Kombëtar të Rinisë. Çfarë përfaqëson ky rol për ty personalisht? Është një mundësi jashtëzakonisht shumë e madhe, është një mundësi jashtëzakonisht shumë e madhe për mua personalisht, për t'i çuar përpara ato idetë që un kam dhe për ta çuar përpara përfaqësimit të zërit të rinjve në vendimarrje. Është një mundësi që mua më dha dhe një besim që më dha nga të gjithë antarët, shokët dhe shoqet e mia që janë antarë të Këshillit Kombëtar të Rinisë, cilët unë dua t'i falenderoj edhe një herë pa mas për besimin që më dhanë dhe mendoj se ky është momenti kur Dasho duhet që të tregoj gjithë potencialin e tij dhe gjithë potencialin e të rinjve. Ato projekte që Dasho ka në Normand, ato vizionet e tuaja të pas se ka vite që drejtues të gjitha në po për të thënë prioritetet, domethënë është gjëja që un kam një mundësi për të përfaqësuar sa më dinjësisht të gjithë të rinj, jo vetëm qytetit tim, por të gjithë të rinjt e Shqipërisë. Përveç saj, të rinjt shqiptar, a kanë prioritete që synojnë çojnë përpara këtë vend? Po, patjetër, për të thënë dhe një prioritet, një ose dy prioritete të mia personale për të kaluar pastaj dhe se si ndikojnë këto tek të rinj, është shumë e rëndësishme që në këtë mandat 2 vjeçar që ne kemi si Këshill Kombëtar i Rinisë dhe që un kam në krye të Këshillit Kombëtar të Rinisë, të japim kontributin ton maksimal për ta bërë zërin e të rinjve sa më të dëgjueshëm dhe kjo është edhe funksioni ynë primar, domethënë duke ngritur dëgjesa me të rinjt, duke zhvilluar grupe të tëra diskutimesh për fshirjen e të rinjve drejt për drejt në politikat rinore dhe në mënyrën se si politikat rinore zhvillohen, por dhe për ta sjellë shërbimet, publike sa më pranë të rinjve dhe në një mënyrë sa më të veçantë dhe moderne për ta. Këto janë prioritetet tona kryesore për të mos zbuluar më shumë. Sepse ne ende nuk i kemi zhvilluar përveç takimit konstituiv, shumë shpejt do të kemi edhe takimet e tjera, ku do të vendosim prioritetet tona të cilat janë publike në faqen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë. A ka sfida të mëdha që has rinia sot? Dhe çfarë mendon se duhet ndryshuar urgjentisht në pjesa e drejtimit të këtij komuniteti që ju keni marrë në dorë? Do të pak domethënë. Patjetër që ka sfida, normalisht se sfidat nuk mbarojnë me evoluimin e shoqërisë, sfidat vetëm shtohen, asnjëherë nuk përfundojnë, sepse përpara kemi pas nevojë për një gjë, e cila mund të them se kemi pas nevojë për më shumë biblioteka, për të rinjtë që të kishim libra sa më afër, për më shumë libra në bibliotekë, okay, rasti konkret, që të rinjtë kishin mundësi të vinë dhe të merrin më shumë libra sot, përveç faktit që ne kemi nevojë për më shumë
për më shumë libra, sepse kemi më shumë të rinj, por kemi nevojë që edhe këto libra ne dhe t'i digitalizojmë që të rinj të mos vetëm t'i tërheqin në bibliotek, por dhe t'i kenë online. Dhe kjo është gjëja që të rinj për t'u kthyer asaj gjës, të rinj kanë një nga problemet që është shumë i parë dhe shumë i diskutueshëm që vjet të re edhe në qytet është pjesa e gjallërisë tek të rinjt. Lushnja është një qytet i cili gjatë javës nuk, me thënë të drejtën, nuk ka shumë aktivitet dhe mua më dhimbse jashtëzakonisht shumë kur shikoj që ora Nga kush vjen kjo mungesë ora e 6 zhvillimit të aktiviteteve, meqense ju jeni edhe përfaqësues. Po shikoj, ndoshta ne nuk kemi bërë sa duhet, si Këshill Vendorinor, ndoshta ne duhet bëjmë më shumë akoma, ndoshta A ka dashur mbështetja e institucionit të Bashkisë Lushnjë? patjetër që po. Këtë e them me bindjen e plotë. Kryetarja është jashtëzakonisht shumë pro të rinjve dhe shumë mbështetëse për gjithë nismat rinore, derisa është gjithmonë e hapur dhe mendoj se Sa është numri i të rinjve në qytetin e Lushnjës dhe në përgjithësi të rinisë socialiste, nëse keni një ide. dhe mendoj se për ta vazhduar mos pa ndërprit atë, për ta vazhduar me çdo mendim që të rinjt kanë pasur, kryetaria ka qenë gjithmonë e gatshme që ta bëjmë këtë gjën dhe të kontribuojmë për çtuar aktivitetet në qytet. Faktikisht kjo ka qenë vetëm thjesht për rininë socialiste, por gjithë të rinjit e qytetit të Lushnjës, se do të përcaktojmë. Unë nuk thash përfaqësuesja e Partisë Socialiste që është Kryetari i Bashkisë është përfaqësues e Partisë Socialiste. Të rinjit demokrat nuk vinë bëjnë aktivitet me ju. S'ka të rinj demokrat s'vin. Jo, ke shumë. Po për normale ne e dim se ne jemi gazetarë dhe ne dim shumë mirë se si bën aktivitetet në qytet, të ndarë. Jo, nuk bën. Nuk bën të ndarë sepse Lushnja ka qendër rinore e cila nuk është politike as pak. Por për të thënë që dera për çdo të ri është e hapur. Në Këshillin Kombëtar të Rinisë për shembull ne kemi vetë rinj që janë antarë të Partisë Demokratike. Pak e çuditshme. S'është e çuditshme fare. Nuk është fare e çuditshme. Ndoshta, do ta marr mirëqen. Atë mendimin tonë do ta marr mirëqen. Gjithsesi, përveç se të bëra një pyetje, sa është numri i të rinjve në fresh në qytetin e Lushnjës dhe në përgjithësi të komunitetit tënd që ju drejtoni sot? Çfarë komuniteti? Unë drejtoj Këshillin Kombëtar të Këshilli Kombëtar për të rinisë. Sa është numri? Ka një numër të rinjve të gjithë Shqipërisë. Po, a keni një informacion? Po, mund të hapësh tek Instati, është statistika sa janë 15 deri 29 vjeç që përbëjnë moshën e të rinjve. Janë të gjithë pjesëmarrës aty? Po, nuk ka rëndësi që janë të gjithë pjesëmarrës. Nëse e ke për pjesën një përfaqësojmë, është pjesa e të gjithë. Këshilli Kombëtar i Rinisë përfaqëson të gjithë të rinjtë e Shqipërisë, që është grupmosha nga 15 deri 24 vjet, çfarë janë shtetat shqiptare. Këshilli Kombëtar i Rinisë është institucion i veçantë nga institucionet partijake? Tani ti se ke kuptuar që Unë kam kuptuar, po s'po ke kuptuar ti. Unë kam filluar që të vinim në intervistë, po ta bëj këtë me këmbgule. Po që përket ky Këshill Kombëtar. Po pra ta thash që është në varësinë e ministrisë. Po pra ministria kujt është? Sportit dhe Kush është ministria që e drejton? Po pra ministria e turizmit, sportit dhe kulturës. Partia Socialiste këtu. Gjithë interesat që mund ta thuaj. Është më drejt mund ta thuaj. Jo, tani. Gjithsesi s'ka rrezik. Unë jam gazetar dhe mund të gazboj të sqaruar për qytetarët. Këshilli Kombëtar i Rinisë është një institucion që funksionon pranë ministrisë përgjegjëse për rinin, çfarë konkret është Ministria për Turizmin, Kulturën dhe Sportin, dhe shërbes si institucion këshillimor. Kush e drejton qeverinë shqiptare e majt apo e djathtë, Këshilli Kombëtar i Rinisë është aty, do të jetë gjithmonë aty dhe zëri i ka për të përfaqësuar gjithmonë nga Këshilli Kombëtar i Rinisë pa ndasi politike. Sipas ndryshimit pushteteve politike. Okej, na jam marrë mirëqen këtë që thua dhe të kalojmë tek pyetja tjetër sepse është akoma më domethënëse. Çfarë mesazhi do të jepni sot të rinjve juaj që të hezitojnë të angazhohen në politikë apo në jetën publike? Thjesht rinjt duhet të tremben. Kjo është gjëja kryesore që mendoj unë. Është më lehtë ta shohësh se sa ta bësh politikën, dhe është më lehtë të shohësh dikë se si angazhohet publikisht, se sa të angazhohesh vetë publikisht. Patjetër që do të kesh sulme, patjetër që jo të gjithë do ta pëlqejnë atë çka ti thua, patjetër që do të ndihesh edhe keq ndonjëherë sikur ke bërë ndonjë gabim, por në të vërtetë ti nuk e bër asnjë gabim. Ti thjesht ke shprehur atë që mendon, ke bërë punën më të mirë që ke shprehur atë që mendon, sepse ndryshimi vetëm kështu mund të vi, duke dhënë mendimin tënd drejt për drejt dhe sa më pastër. Kjo është e vetmja mënyrë se si të rinjt dhe gjithë ne mund të japim kontributin ton për komunitetin. Mos keni frikë të angazhoheni, mos keni frikë
shkoni në llogari, mos keni frikë, pyesni, sepse nuk jeni vetëm e ardhmja, të rinjt nuk janë vetëm e ardhmja, por janë e tashmja e rëndësishme e këtij vendi. Si ndjet dasho vet kur del komunikon me forcën e ndjenjës brendësi të politikës, kur jenë pjesë të aktiviteteve të ndryshme? Aktiviteteve publike, Po, jo vetëm patjetër. politika. Të bështetuara bashkë janë, politika me publikën aty janë të dyja. Po mirë, dakord, po ta jap përgjigjen sipas asaj që do ti. Shumë mirë ndihem. Nuk i them gjërat me rezerva. Me thënë se kam problem fare që ta them mendimin tim. Edhe pse mund kritikohem, por që kjo është ajo që më bën mua të veçantë. Ndoshta kjo është mënyra se si do të mbaj mend. Kritikat unë, e për Novozon? shembull, fare. As pa kritika, nëse nuk ka kritik, s'ka përparim, mendoj unë. Kështu që është shumë mirë fakti që ne na kritikojnë që të përmirësojmë ato gjëra që ne mund na duken se i kemi mirë, por në të vërtetë, okay, stop. Qytetarët mendojnë kështu. Dhe interesi publik prevalon mbi gjithçka. Dasho, e unë të falenderoj që ishin në këtë emision me mua dhe ndoshta për e parë në qarkun e Fierit, s'besoj që Është emisioni i parë rajonal që rajonal, po. dhe nëse keni diçka për të thënë këtyre të rinjve që përfaqësoni edhe në qarkun e Fierit, keni diçka për t'i thënë? Angazhohuni, sepse mundësit janë pafundme që ju bëheni realisht pjesë e procesit vendimarrjes. Dhe unë të uroj që ti të ngjisësh shkallët e politikës ashtu si je drejt për drejt, po pak nevrik në pjesën e podiumit, po pak nevrik, social je, po e pak nevrik, duke ruajtur atë distancën tënde që të hysh në politikë do të jesh sa më i qetë dhe sa i drejt për drejt me qytetarin. Dhe unë të uroj që këmba jote e mbarë të sjellë edhe shumë lushnjarë të tjerë, jo vetëm lushnjarë, por të gjithë qarkut të Qirit. Dhe të dashur shikues, ky ishte Dashnor Veizaj. Me mua dhe me Dashon, mirë takofshin në emisionin e ardhshëm. Gacmova.